Mirëdita të gjithëve, mirëdita. Më lejoni vetëm t'ju falenderoj nga thellësia e shpirtit që jemi prerë këtu bashkë. Sinqerisht falenderit pafund secilit prej jush një nga një, madje edhe familjarisht, sepse disa prej jush më kanë shkruar që shpesh i shikojnë këto diskutimet tona tu, këto video, edhe në televizor, pra të gjithë së bashku. Dhe unë vetëm emocionohem kur më thonë kështu që ju falenderit pafund qipe kudo që t'jeni. Por gjëja më e rëndësishme, sepse kam vërej që në këtë kanal niveli është më i lartë, sinqerisht, nga të gjithë kanalet e tjera, kam vërej që këtu mund të ketë vetëm 1, maksimumi 2% të njerëzve që, jo sepse unë dua të kem të drejtë, absolutisht jo, por diskutimet, kur janë në përqindje, po flas, kur janë më pranë së vërtetës, atëherë do të thotë që unë kam të drejtë kur i hap këto diskutime. Megjithatë, gjëja më e rëndësishme është që në diskutimet që bëjmë këtu, nëse keni vënë re, secili është i lirë. Është i lirë të bëj komentin e tij dhe e keni vënë re që mund të ofendojnë, mund të thonë çfarë të duan, gjë që nuk e bëjnë, kam vënë re, por po thoshe që është i lirë secili që t'jap mendimin e tij. Në fakt ne këtu flasim për çdo lloj argumenti, duke filluar që nga jashtëtoksor, nga qelizat, nga njeriu, nga problemet e përditshme dhe nga historitë të ndryshme, që përveç se na informojnë, sepse kjo është mjaft e rëndësishme, por secili duke dhënë mendimin e tij, duke i krahasuar këto mendime, qoftë në diskutime, por qoftë edhe në video që bëjmë, atëherë rezulton që t'i afrohemi më shumë së vërtetës, sepse që të gjithë mësoj edhe unë. Kështu që ju falenderit shqipe pafund kudo që t'jeni, sinqerisht, sepse pa ju nuk do të ekzistoja, vërtet nuk do të ekzistoja. Dhe do t'ju lutesha, në qoftë se është e mundur, i shpërndani këto video, këto informacione, dhe do t'ju lutesha që të ftoni miqtë tuaj që të lidhen me këtë faqe. Nuk i kushton askujt asgjë që të lidhen me këtë faqe. Me një fjalë, ju mund të shikoni çfarë të doni në YouTube, por duke u informuar, siç e kam thënë, ne përveç se gjejmë të vërtetën, por japim një sens jetëson. Çfarë sensi ka jeta, në qoftë se ne nuk dim, pra nuk jemi të informuar, nuk është se ne njohim gjithçka, përkundrazi, edhe vetë shkenca nuk njeh shumë gjëra. Mirë po, pikërisht pra duke u informuar, sepse jeta, siç thuhet, është një sprovë, dhe ne duke u informuar, i japim një sens jetëson. Pra, në qoftë se do të ishim budallej, e zëmë, më falni për shprehjen, si do ta kuptonim ne jetën? Sepse duke qenë i informuar dhe duke qenë i zgjuar, përveç se bëhesh i pasur fizikisht, por bëhesh i pasur edhe